Tani, brezi i ri e mban me zotin Osmani si kryetari komunës dhe si profesor akademik, por në fakt ju keni qenë në grupin e parë që keni krijuar fraksionin nga PPD-ja, keni qenë një ndër njerëzit siç ishte në foto në kratë zoti Xhaferit dhe profesor Aledin Demirit. Kur është kjo saktësisht? Kjo është një kongres i partisë tuaj të atërshme? Faktikisht bëhet fjalë për një tubim paraelektoral në vigjilje të zgjedhjeve lokale të vitit 1996 dhe faktikisht në një nga debatet e shumta të cilët ne i kishim faktikisht, ne ishim penk në një farë mënyre të një situate politike e cila në fotografin ku unë isha me mjekër, provoi përçarjen e subjektit të parë politik shqiptar PPD-s, që në atë kohë ishte, do kisha thënë, një lëvizje popullore gjithë shqiptare. Kjo përçarje më duhet për hir të së vërtetës ta them se bindja ime thot dhe informacioni se ka qenë një produkt i një marrëveshje ndërmjet ish presidentit të Shqipërisë Sali Berishës dhe ish presidentit të Maqedonisë Kiro Gligorov, si një pazar i tyre politik për të mbuluar të ashtu quajturën aferën e armëve, aferë e cila ndodhi në vitet 92-93. Në atë kohë unë kam qenë i bindur nga ish guvernatori i Bankës së Shqipërisë Dilber Vrioni, nga një zyrtar i lartë i PPD-s, i Partisë Demokratike të Shqipërisë Shaban Memia, se thjesht ne do jemi frima adetare përkundër një frime tradhtare. Ta them në thojza që identifikoheshte me Nevzat Halilin, me Mitat Emin e kështu me radhë. Këto akuza nuk u dëshmuan kurrë. Ajo që është e veçantë të folet në këtë rast i ndjeri Mitat Emini e pësoj, se në kuadër të një situate delikate ju thije dhe krau e kështu me radhë, dhe për pasoj të këtij konfrontimi politik, i cili gjithmonë në PPDSH gjente alibi se kjo është interesi shtetit shqiptar, se kjo na rekomandohet, unë dëshiroj këtu të shpalos një të vërtet të madhe. Përderisa isha deputet në parlamentin e Maqedonisë me rekomandim të kryetarit të asaj kohe të PPDSH-s Arben Xhaferit, neve na rekomandoheshte që në kuadër të konceptit të ashtu quajtur kriza politike të bojkotojmë seancat e parlamentit, sepse në këtë mënyrë ne gjoja do kryejmë krizë politike. Unë mbrojsha tezën e kundërt se ne me 4 deputet nuk mund të ishim generatori krizës, sepse kishim pak, nuk ishim legitimitet popullor, dhe unë i rekomandova që unë së bashku me Arben Xhaferin, Hisni Shaqirin, Sali Ramadanin të bëjmë një takim zyrtar në Republikën e Shqipërisë, dhe ne takuam në atë kohë Aleksandër Meksin, kryeministrin Pjetër Arbnorin, dhe në debate me ato hudhën poshtë tezat e zotit Xhaferi se ne jemi në funksion të një krize politike. Thjesht mbaj bindjen në këtë kohë se ky qëndrim arsjetoheshte me disa çështje që ndoshta sot mund duken banale. Me faktin që Mendu Thaçi në 94 nuk arriti të bëhet deputet dhe fakti i dytë që disa nga deputetët e PPDSH-s nuk zotronin gjuhën maqedone në nivel adekuat, sepse neve kur në arrinte 6 mujorshi i mos prezencës në parlament, parlamenti duheshte të na i merr neve mandatin. Edhe atë rekomandoheshte që javën e fundit të 6 mujorshi ne të paraqitemi që mos na i merr mandatin, mos ngelim pa paga. Thjesht dëshiroj të them për ta rumbullaksuar idenë se kjo fotografi pasqiron një shpresë, një ideal, një pritje nga njerëzit se ne do ishim alternativa e re, alternative cila do çonte përpara çështjen shqiptare në Maqedoni. Mirë, po kjo alternativë ka qenë e shoqëruar me shumë kontradikta, me shumë mistika, me shumë paqartësi. Në këto alternativa e ndjen ndonjëherë i instrumentalizuar, keni parë që fatkeqësisht ju po bëni një detyrë sinqerisht dhe realisht kjo ka qenë një agjendë e dikujt tjetër në kuptimin e siç thatë parlamenti në Maqedoni, qeveria shqiptare. Ka një foto me zotin Berisha, prandaj dua ta lidh me këtë. Domethënë, a ka pas dyshime në momente që nuk kanë sinqeritet as drejt për drejt nga zoti Berisha në krahun tjetër? Po, mbaj bindjen se zoti Berisha edhe kur e shohi sot se në çfarë mënyre diskuton në parlamentin shqiptar, është një njeri që ka shënu tranzicionin politik të Shqipërisë, është një njeri i cili pa diskutim ka meritat të caktuara, po nëse meritat e tij vendojnë ekuilibër me fajet dhe me përgjegjësitë, jam i bindur se në kuptim historik,
ai do mban faje të shumta, ai ka përgjegjësi të shumta që nuk kanë ndihmu të demokratizohet në kuptim pozitiv Shqipëria, që duke qenë presidenti i Shqipërisë dhe kryeministër i Shqipërisë, ai kur nuk mbrojti interesat e shqiptarëve në Maqedoni, pjesërisht edhe në Kosovë, dhe mendoj se ka qenë një politikan konjunktural, trashëgimia e cilës i ka bë dam Shqipërisë dhe në veçanti u ka bë dam edhe shqiptarëve jashtë Shqipërisë përkundër faktit që ai e ka pas si obligim kushtetutar të interesohet institucionalisht për fatin e shqiptarëve. Më kujtohet që ai derisa ishte në këto pozicione kyçe menaxheriale, kur nuk dha një deklaratë në mbrojtje të shqiptarëve të Maqedonisë përkundër shumë padrejtësive dhe krimeve që u bën qeveritë ndryshme maqedonase. Sidomos në 10 vjetorshin e parë, nga 91 deri 99 që ka pas tensionet e ndukura. Pa diskutim. Regjia foto e ardhshme